Në një kohë kur teknologjia ka ndikuar ndjeshëm zakonet e leximit, veçanërisht tek të rinjt, afrimi me librin fizik po bëhet gjithnjë më sfidues. Kështu u shpreh drejtuesja e bibliotekës publike Qemal Baholli në Elbasan, Elisa Janku. Gjithsesi, një zhvillim pozitiv mbetet rritja e numrit të lexuesve, e ndikuar edhe nga pasurimi i vazhdueshëm i fondit të librave, ku një rol të rëndësishëm luajnë dhurimet dhe bashkëpunimet institucionale. Kjo është një sfidë në vete, është sfidë që biblioteka ka, të afrojë të rinjt pranë bibliotekës, pranë librit, dhe këtë po e bëjmë më së miri dhe them që kemi arritur dhe arrijmë edhe më shumë, pasi biblioteka jonë bën aktivitete të ndryshme me nxënës, me fëmijë të grup moshave të ndryshme, me nxënësit e gjimnazeve dhe studentëve, duke bërë aktivitete të ndryshme. Kjo mendoj është një mundësi për të tërhequr të rinjt pranë librit, ku të shkëputen pak nga teknologjia, nga telefoni dhe të prekin atë pra librin fizik. Në këtë drejtim, biblioteka ka intensifikuar bashkëpunimin me institucionet arsimore, duke nisur nga kopshtet dhe shkollat, me synimin për të afruar fëmijët dhe të rinjt me librin, që në moshë të hershme. Sfida jonë është të tërheqim lexuesin pranë vetes, patjetër që është në rritje. Biblioteka jonë çdo vit pasurohet me një numër të konsiderueshëm librash, ku Bashkia e Qytetit është gjithmonë pranë nesh, duke akorduar një fond të caktuar, dhe ne në bazë të kërkesave të lexuesve, të risive të ndryshme që tregu na ofron me libra, ne i ofrojmë lexuesit më të mirën, duke blerë libra të ndryshëm, romane, historik, pra të zhanreve të ndryshme. Përveç funksionit si qendër leximi, biblioteka publike Qemal Baholli mbetet edhe një pikë e rëndësishme për studime shkencore dhe kërkime akademike. Është një ndër bibliotekat më të vjetra, më me vlera, dhe që nga viti 1972, biblioteka jonë ka filluar të funksionojë si një qendër studimore për mësuesit e letërsisë dhe jo vetëm. Edhe në ditët e sotme, biblioteka jonë frekuentohet nga studiues të ndryshëm, nga studentë të cilët punojnë me temat e tyre të diplomës, dhe ku më mirë se sa në fondin e bibliotekës, ato mund të gjejnë materiale të ralla, materiale të cilat do t'i hyjnë në punë në një të ardhme. Në mbyllje, drejtuesja e institucionit ka një mesazh për të gjithë qytetarët, veçanërisht brezin e ri. Do doja t'i thoja të rinjve që biblioteka mos ta shikojnë si një detyrim, por si një mundësi, dhe do doja ta mbyllja me një fjali: lexo sot që të udhëheqësh nesër. Biblioteka publike Qemal Baholli në Elbasan renditet ndër institucionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend, me një fond që përfshin rreth 200.000 libra dhe periodik të vjetër.